Dasma shqiptare 2017 paraqet. Me dëgjoni pak, unë nuk jam nga to gra që zgjasin muhabetin me fjalë të mëdha e të kota, po ju a them historinë fiks ashtu siç ndodhi. Jam 42 vjeçe, kam qenë martuar e tani jam vetëm dhe jetoj me djalin tim. Djali ka shumë shok. Shtëpia ime gjithmonë ishte plot me çuna që vinin e luanin ose shihnin ndeshje. Po aty ishte njeri, Klevisi, që nuk ishte si të tjerët. Tani ai është 23 vjeç. Djali gjatë, shpatullgjer, i mbushur nga palestra që e bën çdo ditë. Kur ishte më i ri, se vija re shumë. Po kur mbushi 21 vjeç, filloi të burrërohej shumë. Si ishte më ai që qeshte kot. U bë djalë serioz, fliste pak dhe kishte një qëndrim shumë burrëror. Të them të drejtën, e kisha ndar mendjen. Ky djalë më pëlqente dhe doja ta bëja për vete. Një pasdite, Klevisi po priste djalin tim në sallon. Djali po vonohej pak derisa doli e unë i çova një gotë lëng frutash Klevisit dhe ula në koltukun përballë. Ai rrinte drejt me atë trupin e djalit të mirë. Klevis, i thash pa zgjatur fare. Si s'te pash një herë me një gocë o djalë, me gjithë këtë trup që ke bërë, si rri vetëm. Ajo skuq pak në fytyrë, u duk që nuk e priste këtë pyetje nga unë. Nuk kam kohë për goca, më tha shkurt, duke parë nga gota. Nuk janë për mua këto të sotmet që rrin gjithë ditën në telefon dhe nuk din çfarë duan. Mire ke, i thash drejtën e sy. Te duhet një grua për së mbari ty, që di çfarë bën, e jo një të re që kërkon llastim. Ai nuk foli më, vetëm e ktheu lëngun me një gëllenjk dhe uli sërish kokën. Aty e mora përgjigjen që doja. Klevisi ishte beqar, asnjë gocë nuk ja mbushte mendjen. Fusha ishte e lirë. Që nga ajo ditë, unë fillova ta ngacmoja hapur. Jo me fjalë banale, po me ato veprimet e vogla që një djalë i kupton shumë mirë. Një natë po binte shumë shi. Klevisi ishte tek ne dhe koha ishte bërë e keqe fare. Zdoja ta lija të ikte në këmbë. Mora çelsat e makines dhe i thash: "Hajde se të çojon. S'do bëhesh qull tani se do na se muresh." U futëm në makinë e ishte ftohtë jashtë dhe brenda xhamat filluan të visheshin nga avulli i ngrohtë. Klevisi ishte aq i gjatë sa gjunjët gati i preknin te kroskoti. Unë i jepja makines nga dalë. Po të kesh ndonjë gocë që po të pret poshtë pallatit, me thuaj që të eci me shpejt, i thash duke qeshur. Mos ke merak, tha, se nuk me pret njeri, me tha ai me një zë të qetë. Ndala makinen fiks poshtë pallatit të tij, por nuk ja hapa derën direkt. E lash makinën ndezur, u ktheva nga ai dhe i vura dorën te krahu. Kishte veshur vetëm një bluzë të hollë pambuku dhe dora ime e preku direkt tek muskujt e krahut. Klevis, kur do fillosh të bësh qef, apo pret të plakësh një herë e pastaj të kujtohesh, i thash me zë të ulët. Ai ktheu kokën dhe me pa, nuk e uli më shikimin si herët e tjera. Fytyrat i kishim shumë afër dhe s'bëri as një veprim, por as nuk u largua nga prekja ime. E mbajta dorën aty te krahu i tij për disa momente. E hoqa pastaj dhe i hapa dyert. Natën e mirë, me tha ai dhe doli. Me të vërtet që fliste pak, por ajo heshtja ti mua me fuste gola.
E dija që po mendoja mirë atë muhabet. Por disa ditë më vonë, ai erdhi prap se kishin lënë të shihnin një ndeshje. Mirë po djali im kishte mbetur në trafik tek zogu i zi. Klevisi mbeti vetëm me mua. Unë isha në kuzhinë, po bëja disa qofte e po skuqja patate për darkën e tyre. Hajde këtu o Klevis, e thira nga kuzhina. Me që po rri kot në salon, hajde me ndihmo pak. Ai erdhi, unë mbështet tek dera kuzhinës. E unë kisha veshur një palë gjinse shumë të ngushta dhe një bluzë të thjesht që më rrinin pas trupit. Bëja qëllimisht sikur ulesha për të marrë gjëra tek dollapet e poshtem, që ajt më shihte mirë. Mos të gënjej, unë jam femër që mbaj veten dhe dija që ai s'mindante dot syt kur përkulesha unë. Afrohu, eja më afër, i thash. Ma mbaj pakat pjatën e pastër. U ofrua tek banaku, unë mora një qofte, e sa po hoqa nga tigani, e ndava në dysh me dorë, fryva pak që të ftohej dhe ja ofrova direkt te goja. Provoje a ka krip sa duhet. Ai se priste këtë. Bëri një hap të vogël nga pas, por unë jam bajta dorën aty. Hapi gojen dhe hëngri qoften direkt nga gishtat e mi. E mirë është, më tha ai, por shumë i vranët. E sheh, i thash unë duke busjeshur, unë gatuaj mirë. Kusht me marr mua, e ka në trezi, s'do mbetet kur pa ngrën gjërat e mira. Këtë herë nuk heshti, unë mbështet prap tek banaku, me pan nga kokët e këmbët dhe më tha: fatin e madh do ta ketë ai burr, dhe më shkeli syrin. Ma ktheu fjalën fiks ashtu siç doja unë. Ishte hera e parë që Klevisi po me gjuante edhe ai, dhe mua mu beqefi mal. Dita e fundit, ajo ku loja mbaroi, ishte shtuna që kaloi. Djali im kishte ikur në fshat tek gjyshërit dhe do rrinte atje gjithë fundjavën. Shtëpia ishte e imja bosh. Se mendova dy herë, kapa telefonin dhe i shkruajta: o Klevis, eja pa nga shtëpia se më është bllokuar kompjuteri i djalit dhe s'di ta ndez, e më duhen ca dokumente patjetër. Pas 20 minutash u dëgjua zilja. Erdhi, ishte veshur bukur, mbante era parfum dhe flokët i kishte të prera apo sapo të prera. U futëm në dhomën e djalit. Ai ul në karrigën e kompjuterit dhe filloi të lëvizte mausin. Unë mbështeta tek cepi i tavolinës, fiks ngjitur me trupin e tij, e ula aty. Të dy ishim aq afër sa këmba ime e prekte këmbën e tij. Shtëpia ishte qetësi absolute. E rregullova, më tha ai pas 3 minutash. Thjesht kishte ngrirë pak. U kthyen nga unë me karrigën me rrota. Tani ai ishte ulur, kurse unë e këmbë përballë tij. Zjata dorën dhe ja preka tek supi. Sa djali i Zotit që je, i thash me zë të ngrohtë. Je i Zotit për çdo gjë. Dhe shikoja. Ai u çua në këmbë ngadalë. Me që është i gjatë, tani po më shihte mua nga lart. Unë nuk lëviza as një hap mbrapa. A di çfarë kam kuptuar, më thaj, pa hequr shikimin. Që kompjuterin nuk e kishe fare problem. Por mua me doli gazi, e qesha krejt e lirshme. Por me që e dije këtë gjë përse erdhe, e pyeta unë. Por Klevisi, ai djalë që deri dje u skuqte, po t'i përmendje gocat, e zhduku gjithë turpin. Nuk tha me asnjë fjalë, zgjati duart, i kaloi pas belit tim dhe me tërhoqi fort pas vetes. Krahët i kishte të forta hekur. Me puthi aty për aty, e nuk bëri asnjë naze. Ishte një puthje e plotë e fort, nga ato që kupton se çfarë ke pritur gjithë këto momente deri sot. Ja hodha duart në qafë dhe e lash veten në krahët e tij, e se vrava fare mendjen as për moshën e as për rregullat. Pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.